Diskutimet e tilla mbahen në nivel të kryetarëve të partive, prandaj në këtë moment e kam pamundur të komentoj. Pika e parë kishte të bënte me çështjen e rritjes së çmimeve të derivateve të energjisë si dhe reflektimit të këtyre çmimeve, reflektimi zinxhiror në të gjitha produktet e shërbimeve tjera si transporti, ushqimi dhe inputet bujqësore dhe çdo aspekt i jetës dhe buxhetit dhe kuletës së qytetarëve të Kosovës dhe familjeve kosovare. Ne jemi të vetëdijshëm që qeveria e Kosovës natyrisht nuk kontrollon tregjet ndërkombëtare të derivateve natyrisht dhe nuk kërkojmë një gjë të tillë, por kjo qeveri është qeveri e Republikës së Kosovës dhe ka obligim kushtetues, ligjor, politik e moral që të mbrojë qytetarët e Kosovës nga këto rritje të çmimeve dhe të përkrahë ata që t'i bëjnë ballë këtyre rritjeve të çmimeve dhe prandaj fatkeqësisht deputetët e shumicës nuk e përkrahën këtë propozim, pra nuk u përkrah propozimi im që Ministri i Financave të raportonte për planet e qeverisë për përkrahur qytetarët në këtë gjendje të rënduar ekonomike nga rritja e çmimeve në çdo fushë. Një thirrja e kësaj seance nuk ishte ndodhur ende sa i përket në momentin kur po mbahej komisioni për buxhet dhe e dyta dhe më rëndësishme se kjo, ftesa për seancën e të premtës ka të bëjë me temën e çmimit të derivateve, ndërsa kërkesa ime ishte që t'i kërkonin Ministrit të Financave të bënte një raport gjithëpërfshirës se çka po bën ose çka planifikon të bëjë qeveria e Kosovës për të mbrojtur dhe përkrahur qytetarët e Kosovës nga rritja e çmimeve të derivateve. Diskutimet e tilla mbahen në nivel të kryetarëve të partive, prandaj në këtë moment e kam pamundur të komentoj. Rritja e çmimeve të transporti, inputet bujqësore, ushqimi, veshëmbathja dhe gjitha. Sepse në fund të ditës mos harrojmë kur rritet çmimi i derivateve dhe energjisë, këto pastaj kanë efekte zinxhirore tek gjitha çmimet e gjitha produkteve dhe shërbimeve që konsumojnë familjet kosovare dhe qytetarët e Kosovës. Pra doja një raport më të gjithëpërfshirës, sepse patë mundësinë që të kemi Ministrin e Financave aty dhe do të mund të mbanim një diskutim, fillimisht një raportim dhe një diskutim më përmbajtësor me vetë Ministrin e Financave i cili dhe menaxhon buxhetin ose kuletën e shtetit. Të gjitha pikat të cilat veç i theksuat përfshirë edhe çështjen e pagës së 13 për punëtorët e RZK-s kanë mbetur të diskutohen në seancën jashtëzakonshme. Teknikisht ato do të mund të ngritën nga deputetët e kuvendit. Seanca ftohet kryesisht në temën sa i përket temës së rritjes së çmimeve të derivateve. Prandaj dhe thash, pasi që seanca natyrisht ka një temë të caktuar, sepse kështu e do rregulloria e kuvendit që ftohet për një temë të caktuar, kisha mundësinë që si deputet i kuvendit dhe si antar i Komisionit për Buxhet kishim prezent Ministrin e Financave, doja të shfrytëzoja mundësinë që me Ministrin e Financave të diskutonim haptazie publikisht se cilat janë planet ose veprimet aktuale ose planet e ardhshme të Ministrisë së Financave edhe për çështjen e çmimeve të derivateve, ushqimit e tjera. Jemi gati. Në orën 11 një mbledhje e thirrur me urgjencë nga deputetët e pushtetit veçantë propozova ose fillimisht vlerësova dhe konstatova që për përkrahur qytetarët në këtë gjendje të rënduar ekonomike nga rritja e çmimeve. Ju falenderoj, shihemi takimet e radhës.